محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، gjithë hamdi, falenderimet dhe lavdia e plot i takon të madhit Allah fuqi plot Gjelle wa Ala. Atë e falenderojmë për ti falje dhe ndim kërkojmë mbrojtjen e Allahut të madhreshëm prej të ligave dhe të këqijave të shpirtit ton. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut fuqi plot prej të cytjeve dhe djallëzive të shejtanit të mallkuar. Shumë salate dhe selame çdo herë dhe panda i dërgojmë më të dashurit ton, vullës e pejgamberit Muhammedit ton të dashur alayhi salatu wassalam. Kemi respekt e madh për familjen e tij të pastërt, për gjithë shokët e tij fisnikë të ndershëm. Lutemi për mbar muslimanët, besimtarë dhe besimtare, gjithë ata të cilët kanë shkuar tek Allahu para neve dhe deri tek muslimani i fundit në fundin e kësaj bote. Të dashur dhe shumë të respektuar vëllezër, kjo është gjymoja e 4, respektivisht e fundit në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Ju kujtohet para pak javë kur e falem dhe sapo e filluam këtë muaj të bekuar gjymon e parë. Është pikërisht ajo që Allahu te baraka wa taala na lajmëroi në Kur'anin fisnik se ditët e Ramazanit janë ditë të numëruara. Tani në këto ditët e mbetura dhe në këto net të mbetura nga ky muaj i bekuar, të cilat na kanë ngel edhe casash, përjetojmë ditë dhe net më të bekuara nga ky muaj, të cilat karakterizohen me faljen dhe mirësitë e Allahut, me mëshirën dhe amnestin prej zjarrit të xhehenemit. Në këto 10 netët e fundit, Allahu na ka beku edhe me natën e madhe të Kadrit, për cilën Allahu te baraka wa taala në Kur'anin fisnik thot: Lejletul Qadri khairun min alfi shahrin. Nata e madhe e Kadrit e ka vlerën edhe më të madhe se 1000 muaj. Jo vlerën më të madhe se 1000 muaj, por edhe më të madhe se 1000 muaj. Por nëse ne kishim me bo një llogari të shpejtë e të ndalemi vetëm tek numri 1000 muaj, rezultati na del se janë më shumë se 83 vite. Por kjo mirësi është pak a pak, është begati pa limit. Vetëm Allahu i madh Gjelle Gjelaluhu nga bujaria dhe fisnikëria e tij absolute mund të na bekoj e të na shpërblej e të na begatoj me mirësitë dhe mëshirën e tij Gjelle Gjelaluhu. Të dashur të mi, nëse jo në këtë xhamin e juj të bekume, por në xhamia tjera sigurisht, Ramazanin e kaluar kemi pas vëllezër që jemi falë së bashku, edhe kemi agjeru muajin e Ramazanit së bashku, por ja që këtë vit si kishim ata, se i përcillim tek Allahu. Ku e dim ju bashkë me mu, a do të kemi rastin Ramazanin tjetër të jemi gjallë dhe shëndosh? Po ja që nëse jemi gjallë dhe shëndosh, ku e dim a do të kemi shëndeten, mirëqenjen, rahatin, për të kënaqur edhe një herë
edhe me një Ramazan sikur po kënaqemi tani. Prandaj në shaj falënderimi dhe mirënjohje, hamdi ndaj Allahut që edhe një Ramazan Allahu na mundsoi me u kënaq, me përjetu, me agjerim, me namaz teravije, namaz nate, lexim Kur'ani, sadaka e tjerë. Falëndrimi praktik i gjithë neve është me jep hakun edhe këtyre ditëve të mbetura. Dikush prej ulemave në të kaluarën e ka sjell një shembull në raport me mirësitë dhe bekimet e muajit bekuar të Ramazanit. Thot muaji i Ramazanit është sikurse një student që profesori ja ka jap 2 fleta. Njëna flet është me pyetjet për provimin, fleta tjetër është me përgjigjet rreth atyre pyetjeve. Dhe ja ka tregu afatin e provimit dhe i ka thonë: merri pyetjet, merri përgjigjet, e ke ditën e provimit, e ja hin provimin dhe kalo. A ka dhëmshuri, a ka gjuna më të madh se ky njeri në fund me ngel? La ilaha illallah. Pikërisht kanë thonë ulemaja, i tillë është muaji i bekuar i Ramazanit. Asnjëherë nuk ka mirësi e bekime më shumë se në këtë muaj. Që natën e parë të Ramazanit Allahu te baraka wa taala edhe kosmosin e ndryshon në të mirë dhe në favor për ty dhe për mua. Hapen portat e xheneteve, mbyllen portat e xhenemit, prangosen me zinxhir shejtanët që të paksohet edhe të pasivizohet ndikimi dhe sherri i tyre. Çdo natë në kohën e iftarit Allahu zbret lista me emra të përveçëm që i shpëton përgjithmonë prej zjarrit të xhenemit. La ilaha illallah. Kjo nuk është jo serioze. Kjo është jashtëzakonshme. Përëndom vllai i dashur, sonte në iftar në atë listë me emrat e atyre njerëzve fatlum. Këta e njerëzit më fatlum. Këta e në fatlum. E kiti emrin tënd, filoni i biri filonit. Allahu e shpëtoi për zjarrin e xhenemit. Kjo i bjen mu kënaq për gjithmonë në xhennetet e Allahut. Allahu na i mundsof xhennetet neve dhe prindërve tonë. Koha e stifirit. Walis-sa'imi da'watun mustajab. Agjerusi, lutja e agjerusit nuk mbetet bosh. Duart e agjerusit kur i ngritim para Allahut nuk mbeten that. Statusi yt ta mundson duaja me qenë pranuar te Allahu fuqi i plot. E sa mirësi, e sa begati, që nuk kemi idenë si kemi mundësi me i përceptu. Prandaj vëllezër, në shej falënderimi praktikisht ndaj Allahut fuqi i plot, mirënjohje, hamd ndaj Allahut, edhe këto ditë, edhe këto net që kanë mbet, t'ja japim hakun. T'ja japim hakun. E nesër në ditën e Fitër Bajramit të dalim faqebardh, por faqebardhësia e vërtet është kur takohemi me Allahun. Bajrami i vërtet për gjithë ne është kur do të dalim para Allahut Dhul Xhelal. Qofshim faqebardh o vëllezër. Qofshim faqebardh o vëllezër para Allahut Dhul Xhelal. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Ajo është një ditë ku ty dhe mu as nuk të bën dobi familja, as pasuria, as fama, as dekoratat, as diplomat, as sukseset, illa man atallaha bi qalbin salim, veç ai që para Allahut del me zemër të pastërt e të bardhë. Dhe zemra e pastërt dhe e bardhë është vetëm ajo zemër, është vetëm ajo zemër që fuqishëm dhe thellë janë rrënjet e fjalës la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Është imami i tij Muhamedi alayhis salam, është kibla e tij Qabja, është libri dhe modeli i jetës tij Kurani. Kjo është zemra e bardhë e pastër, dhe s'ka tjetër. Vetëm kjo është, s'ka tjetër. Vetëm kjo është, s'ka tjetër. Dhe kjo zemër ty dhe mu do të na bën dobi. Dhe paramendoni vëllezër e mi të dashur, me këtë po e mbylli, paramendoni në ditën e gjykimit,
La ilaha illallah. Qofshin faqe bardhë, vëllezër, ja Rabbi, qofshin faqe bardhë, ja Allah. Krejt kemi gjunahe, madje shumë kemi gjunahe, Allahu na mëshiroft e na falt. Para mendo, të gjithë janë largë prej teje dhe prej meje. Gjithë. Me një herë angazhohen 2 avokat për ty dhe për mu. Me një herë angazhohen 2 avokat për ty dhe për mu, në të djathtë dhe në të majtë. Kurani edhe agjerimi. As-siyamu wal Quran yashfi'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Kurani del para Allahut, thot ja Rabbi, unë kërkoj me qenë ndërmjetësusi i këtij robi, se ky në Ramazan, përkundër angazhimeve, lodhjes, punës fizike, s'ka pritu natën më arë me falë taravin. Jo taravin, s'ka pritu natën dhe namazin e natës, po s'ka pritu edhe e ka qenë mushafin edhe më ka lexu mu, unë sot kërkoj ndërmjetësim. Njështu edhe agjerimi. La ilaha illallah. Të lumë të ne, o vëllezër, që Allahu në nderoj me këto bekime. Të dashur të mi, ne sot kemi qenë të ndërum, që jemi përzgjedh të jemi në xhamin e juaj, po ju drejtohem pa asnjë lajk, po asnjë servilizëm, po nga loçka e zemrës, e cila është bukuroshja dhe krenaria e Republikës tonë. Si xhami me imamin e juaj dhe hoxhën e nderuar vllaun ton, por edhe si xhamat. Prandaj, me lejonin e emër të kabinetit të muftiut, në emër të Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, të lutem në radhë të parë për prindrit e juaj. Allahu i mëshiroft prindrit e juaj, babgjyshat e juaj, gjyshet e juaja, gjithë babgjyshat dhe gjyshet tona, që për dekada, kur ishte komunizmi ateist në kulmin e tij, kur UDB-ja i përqeshte hoxhallarët dhe medresen, kur luftohej ezani, e Kurani, e namazi, e xhamia nga 4 anët. Dëgjoni vëllezër, se këtu plotini 3, mundeni dhe mos me ditë. Dëgjoni, dikush ka dëshirë edhe lutet, po kjo dëshirë kur s'do të realizohet, që xhamia e 4 lullave, ashtu sikur ka qenë e mbyllur, edhe depo, deri në fund viteve të 80-ta, ashtu kanë dëshirë me kthya 5 xhamin e 4 lullave. Çaj xhamia 4 lullave, po e marr shembull se kjo xhamia ju s'ka qenë në atë botë, që ajo xhami që jo përplot, e shumë xhami, 7-8 xhami kanë funksionuar krejt kryeqytetin. Ashtu dikush don me i pa xhamiat të mbyllura, të pluhrosura. Kjo pamje e bukur, nuk e kemi inatin me askënd, nuk jom të bot të fëzlëk, po kjo pamje është garanca më e madhe e këtij vatani. Është garanca më e madhe e gjakut të derdhur të ushtrisë shtirimtare të Kosovës. O Zoti mos na provoft kur me lufta, po që tu është i myti që prej këtuit nuk ikin, s'du me fy askënd, po prej këtu nuk ikin, se kjo në mësën me bo shpirtin kurban, edhe për Allahun, edhe për dinin, edhe për vatanin, edhe për familjen, edhe për nderin, edhe për Kur'anin, edhe për ezanin, e për çka tjetër. Prandaj, janë babgjyshat e juj, janë gjyshet e juaja, janë print e juj, që e kanë mbajt për më shumë se gjys shekulli medresen Alaudin. Hoxha jon dhe hoxha ju i nderuam në medrese ka hongër buk 4 vjet, e unë mbastina, e gjithë hoxhalart, as se kini pas iden kush na i bjen ato të mira dhe ato begati, po 3 herë në ditë prej sadakas e vitrave dhe të zeqatit prindve t'juj, babgjyshave t'juj, jo ndalë me qindra. Ky e zën që thirë, dikush kujdeset, jeni ju. E zanin kohën e iftarit, imami me i pri gjematit, me u falë teravia, me u lexu Kurani, me i rujt e vlad ton pe i drogës, Dvetmet adresa, jam shumë i vetëdijshëm çka po tham. Dvetmet adresa të sigurta me lejen e Allahut,
që nxjerrin breza, gjenerata, që e ruajnë familjen, që e ruajnë shoqërinë, që e ruajnë vendin, që e ruajnë vatanin, që kanë vlera, janë këto objekte. Me besoni, janë këto objekte. Ju bashkë me mu po e shini çfarë rinie po na përgatitet edhe me çka po edukohen. Prandaj, edhe njëherë e lusë Allahun e madh Dhul Xhelal në këtë ditë madhe, në këtë muaj të bekuar, në këtë muaj të Kur'anit, Allahu na i shpërblet me xhennete gjithë babgjyshat dhe gjyshat tona, ja Rabbi, që na kanë eduku me ditë me nderu medresën, bashkësinë islame, imamin, hoxhën, e ju jeni nipat e atyre besimtarve dhe atyre burrave dhe atyre heroinave, dhe ju keni me vazhdu këtë rrugë, por jo vetëm ju, po ju bashkë me ne kemi eduku fëmijët tonë, nipat tonë, për me vazhdu këtë rrugtim. E lusë Allahun Dhul Xhelal që në qiellin ton të mos mbeten asnjëherë minaret pa ezan, në kiblet tona të mos mbeten asnjëherë xhamia tona pa Kur'an, e në xhamit tona të mos mbeten asnjëherë xhamit tona pa xhamat. Thuani amin. Allahu na udhëzoft në rrugën e drejtë, e na shtoft udhëzimin, e na fal mëkatet tona, mëkatet e prindërve tonë. Kërkoni falje për veten dhe familjen tuaj. Allah është falës dhe mëshirues. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të dashurit e mi, para se të lutemi në këtë ditë të bekuar sot, po mundona me rezimu me 3-4 fjali shumë shpejt ato që u mundova me e thonë para juve. Në emër të falënderimit ndaj Allahut, praktikisht t'ja japim hakun edhe këtyre pak ditëve dhe këtyre netëve të bekuara, se nuk e dim vitin tjetër a jemi gjallë. E kemi rastin, le të dalim në mejdan, edhe le t'ja japim hakun këtij muaji me gjitha ibadetet. E dyta, le ta vëzhgojmë me kujdes e përkushtim, me vëmendje maksimale natën e madhe të Kadrit. Allahu na bekoft me mirësitë e kësaj nate, ja Rabbi. Allahu na bekoft me mirësitë e kësaj nate, ja Rabbi. Dhe e treta, vazhdojni rrugën e babgjyshave t'juj, gjyshave t'juja, këtë medrese, me gjitha paraletet saja, institucionet fetare, arsimore, minaret e xhamijave, ezani i cili thirret, avdesi i cili merret, namazi i cili falet, mas Allahu Dhul Xhelal, e curia e punës në bashkësinë islame, për më shumë se gjysmë shekulli, është fal mirësisë, kontributit, zakatul fitrit, sadakas dhe ndihmës tuaj. Allahu ja u shtoft, Allahu ja u bekoft, Allahu na bof që nesër në ditën e gjykimit të dalim të gjithë faqebardh. O Zoti ynë, në dhuratë mira në këtë botë, në botën tjetër na mbroj nga zjarri i xhenemit. Allahu e lavdëron pejgamberin në prezencën e melaçeve dhe kërkon prej melekëve dhe besimtarëve të dërgojnë salavat me pejgamberin alayhis salam. Prandaj edhe ne themi Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. O Zot ynë, në dhuratë mira në këtë botë, në botën tjetër na mbroj nga zjarri i xhenemit, na fal neve, prindrit tan, ban muslimanët nesër në ditën e gjykimit. O Allahu i dashur, mos na i lako zemrat tona pasi do udhëzove në dritën e Islamit. O fuqi plot, na ruaj neve, na ruaj fëmijët ton, familjet tona, na ruaj fëmijët dhe familjet tona, vendin, vatanin dhe shtetin ton. Mëshiroje mbar ummetin e Muhammedit alayhis salam, ya Allah. Mëshiroje mbar ummetin e Muhammedit alayhis salam. Mbroj muslimanët kudo që janë, e në veçanti në kiblën e muslimanëve në xhamin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah.